Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i diel 2 nëntor 2025. Dashi. Mos e nënvlerësoni një njohje të re, një dashuri këto ditë duhet të trajtohet më mirë, edhe nëse e doni shumë partnerin tuaj, ndërlikimet janë të shumta. Demi. Situata e përgjithshme po rikuperohet qartë për ata që kanë qenë të sëmurë, kushdo që është i martuar apo bashkëjeton nuk do të ketë asnjë dyshim. Mund të them se kjo ditë përfaqëson një moment force dhe stabiliteti më të mirë. Binjakët. Sot ka një qetësi të mirë, jeni në gjendje t'u jepni shumë edhe të tjerëve. Pak qetësi e merituar. Gaforia. Nëse ka pasur probleme në dashuri ose në familje, tani do të jetë e mundur të rikuperoni. Nëse jeni të trazuar, këtë herë është agitacion pozitiv. Po shkoni drejt një periudhe sigurisht më të mirë. Luani. Fituesit janë çifte që bëjnë plane për shtëpinë, që duan të martohen ose që kanë lindur së fundmi një fëmijë ose po planifikojnë një për të ardhmen. Përfitoni nga injeksioni i fuqisë dhe mirëqenies që do të ndjeni, dhe gjithashtu përfitoni nga aftësia e shkëlqyer për të qenë proaktiv. Virgjëresha. Ju duhet të rregulloni mosmarrëveshjet ekonomike, çështjet e shtëpive. Takimet që keni sot duhet të menaxhohen me shumë kujdes. Është ende e mundur të ringjallni jetën tuaj të dashurisë. Peshorja. Një ditë ndriçuese që mund të sjellë përfitime dhe lajme interesante. Në këtë moment jeta juaj është më e lirë, çdo zgjedhje kushton një sakrificë të vogël. Akrepi. Të gjitha fjalët që keni mbajtur për brenda dhe që nuk keni pasur guximin t'i hidhni tani dalin jashtë kontrollit. Ju pëlqejnë marrëdhëniet të komplikuara dhe tërheqëse. Mos eksportoni shumë financiarisht. Shigjetari. Edhe një herë është dashuria ajo që krijon një pavendosmëri të vogël, kushtojini vëmendje një historie të së kaluarës që ende nuk ka përfunduar. Nuk ka nevojë të egzagjeroni, një lajm apo mesazh i rëndësishëm do të arrijë në këtë mbrëmje. Britsjapi. Mund të jetë një ditë e qetë, pavarësisht shqetësimeve personale dhe financiare me të cilat po përpiqeni të përballeni prej disa kohësh. Mos gërmoni të kaluarën dhe jini më optimist. Ujori. Situatë e mirë. Ju duhet të përpiqeni të mbroni veten, ditën e përgjithshme të favorshme. Peshqit. Një udhëtim nuk mund të shtyhet, veproni më mirë sot. Shmangni gërmimet e tregimeve të vjetra ose ndërlikimet e vjetra të lindura në të kaluarën. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.